E devotshmëria, thon ulemaja, është disa gradë. Thamë që evliat kanë dy sifate, janë besimtar dhe janë të devotshëm. Thon dietar, devotshmëria i ka 3 grade. Grada e parë e të devotshëm janë disa njerëz, janë besimtar, po janë gjunahçar. Këtyre në shariatën e Zotit, si i themi këtyre njerëzve, Allah ka përmend në Kur'an fa minhum zalimun li nafsi. Ka disa njerëz që kanë bërë zullum vetes. Kush janë këta? Janë ata të janë musliman, janë besimtar, po bëjnë gjunahe. Kanë edhe të mira edhe të këqija. Këta njerëz, më thon sipas shariatit, janë, më thon, i kanë bërë zullum vetes. Këto janë grada më e ulët e evliave të Zotit. Edhe këta janë evlia. Pa edhe një gjunahçar që bën gjuna, ka lëshime në fenë e Zotit dhe kjo është një dashmi i Zotit, nga se i bën disa vepra të mira, disa tjera i ka të këqija, më thon. Kjo është grada më e ulët. Një gradë më e lartë, kush janë? Allah thot në poshtë vazhdon ajeti në surën Fatir, Allah thot wa minhum muqtasid. Disa janë mesatar. Kush janë këto mesatar? Mesatarët janë ata të cilët, më thon, mesatarët janë ata të cilët i çojnë në vend urrat e Zotit dhe i largon harameve. Kjo është një gradë më e lartë. Pra grada më e ulët ishte besimtar dhe gjunahçar. Një gradë tjetër më e lartë, do thon ata që janë mesatar që i çojnë në vend urrat e Zotit, i largon harameve, por nuk bëjnë diçka në një vepër vullnetare. Edhe grada e tretë dhe më e lartë, Allah vazhdon ai të thot wa minhum sabiqun bil khairat. Grada më e lartë e besimtarëve e evliave të Zotit është ata të cilët garrojnë për punë të mira. Bëjnë gara. E këta në evliat më në gradën më të lartë këta janë, më thon. Ata të jo që vetë kanë bërë farzët, i kanë bërë sunetet, bile këta njerëz, edhe do çështje që nuk janë në esencë, janë të lejuar, ju largon nga se janë të kota. Sikur është më dhon shembull, nuk e tepërn ata personat që janë të lejuar, shembull nuk hajnë tepër, nuk flenë shumë, këta besimtarë më thon, ja grada më e lartë dhe këta më thon evliat e Allahut.